Po flasim për një zyrtar të zgjedhur, apo jo? Zyrtari i zgjedhur ka pasur një problem shëndetësor. Dhe zyrtari i zgjedhur kur ka një problem shëndetësor, të cilët e kanë keq kuptuar. Bëjmë pyetje unë ty. Nga ne 5 veta këtu kemi patur në një problem shëndetësor sigurisht. Problemi shëndetësor kur të fryhen kyçet, kur ke temperaturë dhe kur je i dobët, problemi shëndetësor ngjan me një sëmundje autoimune që është e ngjashme me sitën. Unë jam me një sëmundje autoimune. Një minutë. Ai nuk është. Pse shqetëson? Ja, unë jam me një sëmundje autoimune, me artrit. Po. Kjo është sëmundje autoimune. Artrit, reumatizëm. Ne shqiptarët artriteve ju themi reumatizëm. Edi Rama bëri operacion për... Tani ti ta marrësh artritin tim dhe ta kthesh në... Kryeministri bëri operacion për herniën diskale. Të nesërmen, nxori që ishte në spital, kishe bërë operacion për një zgjedhur, do të tregoj këtë gjë. Dhe bëri shumë mirë. S'ka asgjë të keqe. Po e spjegoj, vuri avokatin pra e spjegoj avokati. Se duhet lëre ku i vogë, se duhet lëre qoftë, shiko, unë e thira këtë temë. Dhe duhet sqaruar që në fillim më dje. Shiko, okej, po ja, avokat, jepja, ja një sekundë, këshilloje klientin tënd që të bëjnë një sqarim të tirë publik. Unë e thira këtë pjesë, një minutë, të sqarojmë shikuesin. Unë e thira këtë pjesë për të thënë, jo. Unë nuk e thira këtë pjesë për të fokusuar tani se ne jemi mësuar të fokusuar. Po pra mënyra se u trajtua fenomeni. Po pra mënyra se u trajtua, jo mënyra se si duhet të operoj tani, ai le të bëj çfarë dojo. Është kultura. Ja lidhje kam tani. Ai mësojmë kryetarin e bashkisë ne. Ai bëj çfarë do bëj. Ai përveç se kryetar bashkie, ai vetë është edhe mjekë. Në ndryshim nga gjithë kryetarët e tjerë. Bravo, Tela e zgjidhe. Ta tha mirë avokati, bëra unë gabim që ndryra. Ta tha mirë avokati se fillove të ndrysh pak më përpara për ta çuar problemin në vend tjetër nga e hapa unë. Unë hapa një problem shumë thjesht, Tela, që ti bën sikur se kupton tani. Problemi është aq i thjesht sa e merr vesh edhe një kalama po ta nxjesh aty përpara. Dikush, një i marrë, ose jo i marrë, po i poshtër, ka hapur fjalë për këtë gjë dhe tani janë bërë 100. Ai ka publikuar një fjalë. Të lutem ta mbaroj. 150 të infektuar. Deri tani. Kjo është merri, pra. Për 5 ditë janë shpallur 150 të infektuar. Dhe për këtë të thira e hapa unë të flasim. Dhe jo si duhet përgjigjet. Thire nesër në një kafe kryetarin e bashkisë, o të lutem zotëri, thire nesër në një kafe dhe jepi këshilla bashkë me avokatin, avokat mere Tele nesër, thrisni kryetarin, mësojni, që të sillet pak më mirë. Unë e kisha për tjetër. Ne jemi gazetar, ne flasim si gazetar. Falenderoj shumë. Nëse mund dalim si moralist sa gabim bën ata, ne jemi gazetar. Jo, s'ka gabim. Ne flasim. A ka një bazë tu nga shkritur kjo? Po çfarë bazë? Ai njeriu që ka bërë atë. Po ku është baza? Po i gjeti informacionin. E gjeti si thashë them në Bema do ta marrim vesh ku gjeti. Dhe në për Tepele. Do ta marrim me kanë arrestuar. Kush e bërapi? Tha vetë avokati, e bërapi patronazhistët. Çfarë bazë kërkon? Çfarë bazë kërkon? Kur një njeri shef patronazhistët vet, që thonë që kryetari është smur me sit. Ore lufta mes tyre është luftë qelbur politike. Ai mund të kenë rënë prej. Ka lidhje më valla. Nuk ka lidhje prej pra. A do të javëm fajin këtij, javëm fajin. Këtij djalit që kanë nxjerr. Po unë nuk është se ka ndar ky. Vërtetë çka ka ndodhur. Jo, po nuk është se ka ndar ky. Pa është redaktor se është të shqetësuar pastaj. Jo, ky djali pra është protagonisti që akuzon dhe ata që prodhojnë informacione të tilla. Okej. Përveç informacionit, përveç informacionit, ne jemi shoqëri që duhet ta pranojmë këtë pjesë që ne kënaqemi me dhimbjen e tjetrit. Ne kënaqemi me vërtetën e tjetrit. Tani, sot bën moral këtu. Ne nuk kënaqemi. Kur ata thonë, kur ai del thotë, Murgo Lemi ti ishte i smur, çfarë do të thotë? Tani prit. Kolegu e di se dëgjoj ti çam tha mua. Un po them që tani ai ka hapur fjalë që 150 veta janë infektuar me sida, mos bëj moral thotë, ndërsa vetë i bën moral kryetarit bashkisë ky. Si bën moral kryetarit? Si bëj moral kryetarit? Po çfarë i bëre deri tani mos do të transparencë? Po transparencë po bëj unë, po them 150. Unë i them, zotëri, bëj transparencë që të mos ketë spekullime. Aty ku ka transparencë, ka spekullime. Nuk jam transparencë ta bën, nuk jam me sida thotë. Po ta bëjmë çfarë ka ndodhur me të, pse ka 6 muaj që shkon në spital? Çfarë ka ndodhur? Pse ka bërë analizë? Shko pyetem, e thira unë. Po pra kjo është transparencë. Më avokatin. Transparenca kjo është. Kjo është çështje tjetër politike. Po pra transparenca i mbyll. Po nuk ka, po ta thres unë, a ke një problem politik? Një analizë me e gjakut do ta thres unë. Gjakut marrë jeton. Po erdhi. Është më analizë Zotri, do ta thres dhe po erdhi. Do ta marr bashkë me ty. 1 minutë pra. Dhe ti them, a ke ti përplasje me Tërmet Peçin, se jeni zem para kaq kosh? Jo, kam. A ke këtë? Po. Ja, do ta thresim. Ne këtë punë kemi. Media jemi. Po nuk kishim këtë pjesë.
Po pra, Unë, Edhe jo, këtë pjesë e kemi. jo se kam sot. po ne mund të Nesër, fajsojmë qytetarët, më e bëri ai aktivisti e ka fajin dhe mbyllim. jo, nuk Problemi po është them fajsohet. ai është viktimë dhe ai. Deri tani, Ai mori një informacion, donë ta publikon dhe i pari, e publikoi i pari. Po kush e ka prodhuar historinë? Dhe nëse historinë e ka prodhuar njëri me pushtet, ky është problemi, nuk është problemi ndaj qytetarit shkret që mori themin dhe publikoi në Facebook. ore, çfarë transparencë kërkon tjetër zotëri më shkruajnë që nuk po të kuptojnë? Kush ton? Transparencën. Më shkruajnë. Çfarë transparencë Ai do të tjetër kur ky thotë kanë nxjerr letrën dhe thotë unë nuk jam e sida. Kaq. Çfarë transparencë? Po nuk e kanë nxjerrë asaj, o ylli, pavarësisht se thotë avokati, nuk është se kryetari i bashkisë ka dalë dhe ka thonë, ja kjo është ime. Edhe ai e ka shpërndarë inkognito nëpër media. Çfarë ka thënë? E ka shpërndarë nëpër portale edhe ai. Nuk është se ka dalë me fletën dhe thotë, unë jam flamë Goleni. Andi tash është dokument zyrtar, çfarë dali konferencë shtyp ai tash i trajtoi. Andi, bravo. Drejtimin e shëndetit vetë. Bravo të qoftë Andi. Heqës duhet ta nxjerrte fare, se është private gjë. Bravo. O merr përsipër ta nxjerri, o nuk e shpërndan. Dhe Andi, Instituti i Shëndetit Publik thotë që në Gjirokastër janë 17 persona me sida. E ka të dhënë vetën. kurdo? Instituti i Shëndetit Publik bon çdo 1 dhjetor të rejat për Çfarë është kjo? Po ka çdo qytet Tirana është kampion. Tashi ai djali Instituti publik është institucion ekspertësh, mori zotëri. Po bon analiza. Duke një të shmendur me, po më krahason një të shmendur me këtë gjë. Jo, po të them tjetër gjë. Ore, shiko, Po të them ai djali. Ai djali. Ai djali thotë para sa vitesh ka dalë kjo shifër. Tash mund të ketë shku kaq. Këta e marrin këtë shifrën 150 dhe kthejnë realitet. Mirë. Dhe hapet thashë thënë. Avokat, faleminderit shumë. Ju përshëndes. Edhe për problematikat e tjera, unë të kam parë shpesh në media, dhe ne do të jemi kur të kemi nevojë nëse mundesh të na përgjigjesh. Faleminderit. Me kënaqësi. Ikim nga ky moment, pse cili mendon me kokën e vet. Jo, transparencë të shpjegoj, transparenca është kjo, që ai duhet të thoshte, unë gusht pata këto shqetësime, bëra këto analiza, më doli kjo sëmundje, nuk është sida, është kjo. Nuk është ngjitse, nuk kam pasur raporte të tjera, faleminderit, mirupafshim. Çfarë gjeti atë se e tha këtë? Një njeri që shkon. Mos po e akuzoj për asgjë atë. Një minutë. Por ama çdo zyrtar në Shqipëri, jo çdo zyrtar, do ta ketë minimumin e transparencës. Çdo zyrtar e përcakton Sidomos kur akuzon. Se çfarë duhet të paraqitë në letrat e veta për të kandiduar ose për të emëruar në një detyrë. Dhe ai çdo zyrtar, unë mendoj që e bën këtë punë. Unë Abilega, zotja Abilega, një minutë. Flasim për pasurinë aty dhe e hapa këtë temë, jo, të lutem. Ai mund të jetë një hajdut i më i madh në botë, më. Si ka lidhje kjo pjesë fare? Kjo fare, po të them, u hap një, Po s'më u intereson. akuzove ti që ke... Ose ai ka qenë në që ke sherr një me sëmundje- pjesën tjetër. që ke një I pari sëmundje këtu që e tjetër. hapi, që ka qenë në sherr me të vetët ishte Tela. Se kisha për këtë gjë. E kisha gjithë objekti im në këtë mes, po deshe javën tjetër ne hapim këtë. Me kë ishte në sherr kryetari i bashkisë që u bë kjo punë. Një minutë, dhe diskutojmë. Unë sot bëra një gjë tjetër. Dhe ju parathash, bile ju thash më përpara, që do diskutojmë në këtë plan. Tani është hapur fjala në një pjesë të medias, dhe ajo është edhe media e rrjeteve sociale, është media e ligjshme dhe shiko, rëndësia e medias është sa e shikojnë atë ore, sa e lexojnë. S'është e lishme. Dhe nuk është media e vogël. Jo, domosdoshmërisht e lishme. Ato janë të pare Diqen shumë rrjetet sociale, ndoshta janë media i përdorën. Ikim nga kjo temë dhe kalojmë, Me qëllim për para për të theme. Dhe në qoftë se do i marrë seriozisht të themin, ka vetëm një mënyrë, transparenca, zhduk të themet dhe akuzat. Ky është për mua. Dhe zyrtarët shqiptar duhet ta kuptojnë dhe ta realizojnë këtë gjë. Transparencë. Në qoftë se ton një hajdut, do bësh transparencë që të mos thonë. Unë nuk di se Nëse ton një kriminal do bësh transparencë, kjo është. Unë nuk e di se çdo me thënë transparencë. Transparencë një njeri historinë pse filloi kjo gjenezë. Ti me një shpifje. Një minutë. Unë nuk di çdo me thënë transparencë kur një njeri akuzohet që ka mbjell sidën në një qytet, pa fakt, dhe sida ka shkuar tani 150 njerëz, kur njeriu që ka mbjell sidën del të nxjerr një letër dhe thotë që unë nuk kam qenë me sida. Ti kërkon tani, ne po themi shiko çfarë ka ndodhur këtu, 150 vjet akuzojnë si të tillë, pa qenë të tillë, ti po thua
ky duhet të dalë dhe të thotë smundje tjetër kishte dhe çfarë ishte, ose ku kaloi nga Aretares para një viti, ose... Kjo është puna tënde vëlla, mendos si duhesh. Jo, nuk do flas. Nëse ai e ka marrë seriozisht përjapjen e panikut në qytet, pra e konsideron serioze, që është para, atëherë duhet ta trajtojmë me seriozitet edhe për gënjeshtrimin. Mos bëj një fletushkë atje që këto janë shpifje, po dali dhe të bëj transparencën, pra të siguroj publikun e vet që unë kam pasur këtë problem, kam të rezultat, kaq, por jo do të çojmë njërin në prokurori edhe ta akuzojmë. Po të ndodhë ty Larqofs, po të ndodhë ty një gjë e tillë, Larqofs, do ta bëjmë temë këtu prapë. Dhe unë do të thresh njerëz, që të thonë këtë gjë që the ti për këtë. Po derisa po e them për atë, e them dhe për veten time. Nuk ndryshon. Unë do të thresha bilekën. Ai do bëj dita tjera për ty. Po të njëjtën që do bëjmë. Taktikisht ai po vepron gabim. Ai është komplet parimore. Unë pyeta se cili nga ne parimore di veten është e nevojshme transparent. Shiko, parimor duhet të thotë tjetri orë. Ne jetojmë në një qeverisje që nuk na tregon asgjë, askush kryeministri sot, as ku ndodhet. Dhe kemi drejtën të themi që ky njeriu nga ikën nga breth. Po flas pa kodër. Pas abstragoj. Qofse ai do na thoshte që unë nis në dorën kaq me linjën do ketë to takime, pse do shpifim ne? Pse do dalë? Ne, jo ne, flasim për mediat sociale. Pra, transparenca mbyll gojën çdo thashë themi. Këtë duhet të them. Domethënë dal kryeministri. Nëse kryeministri do ishte transparent. Kryetari i bashkisë do ishte transparent. Sa herë doktori del. Po flasur parimin o nuk po flas. Sot ishte doktori për shembull. Ishi i emrat. Kryeministri futet. Po ti emër përmend tani pra. A përmend kryeministri? Po përmend. Atëherë doktori doli sot në Spagu. Nuk na tha gjë fare se ç'ndodhi në Spag. Pse e thith? Po, sigurisht. Por tha atë emrin e asaj gruas. Po. Emrin e si e ka ai? Troplini tha për këtë. Altinin? Dumanin, po. Dumanin? Troplini këtë dhe s'foli gjë fare. Po. Tani. Pse kushtaj doktori është transparent? Jo. Po tani ti si thua, ne i detyrojmë dot ta njerëz. Edhe Edi Rama të na tregoj këtë itinerarin dhe këtë. Ata duhet ta bëjnë tash. Enton, po flasim për një gjë shumë seriozë, shumë konkrete. Ka treguar koha. Sot media shqiptare ka paraqitur, u ka thënë shqiptarëve që 150 vete janë infektuar me SIDA. Jo, si ka thënë media shqiptare.